Të nderuar miq, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt këtu tek programi Mëngjesit në RTK Radio Nim për të vijuar tutje pjesën e dytë programit deri në orën 9 me të tjera zhvillime dhe ashtu siç ju kam paralajmëruar, do të flasim për një autor shumë të rëndësishëm, të veçantë të botës shqiptare, i cili ka lindur në Kroaci, është me origjinë edhe nga Hasi Prizrenit, edhe nga Prishtina, një kombinim shumë interesant, ndërkohë shkollën fillore dhe të mesme ka mbaruar në Varazdin të Kroacisë për të vijuar studimet edhe në Prishtinë, por edhe në Milano të Italisë. Në moshën 32 vjeçare i ka arritur të gjitha. Rilin Çoçaj, autori i Architectonics of the National Library of Kosovo, i pari botim i një shqiptari në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kroacisë. Rilind, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe këtu tek programi i Mëngjesit në RTK Radio Nim. Mirëmëngjesi Niki, faleminderit për ftesën. Unë të falenderoj vërtet për gatishmërinë. E nisa me këtë shtetin kroat, se aty keni nisur hapët e parë të shkollimit, që nga fillori nëse nuk gaboj. Po, nga Qerdhja, faktikisht normal, po. Rrugtimi im ka qenë goxha i gjatë, deri te që ka arritur deri ky libër, prandaj po, ja ka nisur nga Kroacia, pastaj kam mbaruar studimet në Kosovë, pastaj kam vazhduar në Milano dhe përfundimisht në doktoraturën në Venedik të Italisë. Nga Milano në Venedik. Në moshën 32 vjeçare juve jeni doktor shkence. Po. Po, ju rimër në moshë, po dhe nuk të regon që ke 32 vjetë, po nëse. Faleminderit për këtë kompliment. Po faktikisht e kam mbaruar me 27-28 vjetë, doktoraturën. Kanë kalu disa vitet që nga tani. Kanë kaluar disa vite, po të kanë ndihmuar këto studimet në Prishtinë për të mos harruar këtë gjuhën e të parëve tu, prindërve tu? Shumë pyetje e mirë, sepse unë këtë rrugtim, studimet e mia gjithmonë kam pas fokusin tek Prishtina edhe Kosova në përgjithësi, sepse prindrit e mi edhe babai gjithmonë e kishte edhe vet fokusin këtu, edhe i falenderoj prindëve mas pari për ruajtjen e gjuhës, se ata janë qelsi i kësaj pune, normal edhe interesimi jon. Po, prandaj unë kur vendosa të zhvendosem po menej për një studim në Prishtinë, ishte edhe sfidë për mua ta përvecoj edhe gjuhën pak më shumë, edhe të kuptoj rënjet e prindërit mi, normal. Dhe me tutje, normal, desha ta sfidoja akoma më shumë, dhe shkova në Milano, pastaj në Venedik, akoma e kam këtë trekëndësh Milano, Zagreb, Prishtinë. Dhe përqendrohena në qoftë aspektin profesional, qoftë hulumtues, qoftë po. Tani sigurisht që me anglishtin qëndron mirë, po edhe me italishtin, edhe me kroatisht, edhe me shqipen. Po, flas disa gjuhë dhe po jam ligjeroj edhe në gjuhë angleze, në gjuhë shqipe, edhe në gjuhë italiane, prandaj po. Hajde ti kthehemi pak librit. Pse ky interesimi juaj kaq i madh për këtë bibliotekën tonë kombëtare? Në fakt, siç e thash më herët, kam tentuar t'i lidhi këto tri pika, Italinë, Kroacinë dhe Kosovën, edhe duke marrë parasysh që vetë arkitekti i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës është kroat, që është bërë nga Andrija Motnjaković. Në anën tjetër, kur kam hulumtuar. Dhe është profesor i nderuar akoma gjallë, Është akoma gjallë dhe falenderoj për bashkëpunimin që e kam pas me të, më ka vlerësuar edhe publikisht, po unë e kam marrë më shumë si përgjithësi, si titull në këtë rast. Po të rikthehem në temën e librit, ishte ka 3 dimensione, e ka dimensionin artistik, që e shikon veprën si vepër artistike, pastaj e dyta është një vepër teorike që është brenda një debati të gjerë evropian dhe botror, si projekt, po flas jo si ndërtesë, edhe e treta si një vizion për një zhvillim të qytetit të së ardhmes, sepse ju e dini Prishtina atë kohë 60-tave, 70-tave s'ka qenë edhe shumë e zhvilluar, që ishte fillimi i modernitetit të qytetit. E kjo është bazë për këtë. Në këtë rastin tim, që thash më herët që i lidha 3 pikat, është shumë interesante sepse që thash që Ceka ishte kroat,
ndërtesa është në Kosovë, Pa. kurse Italia është aty ku e kam marrë këtë pjesën e hulumtimit të veprimit të gjitha që i mundova Italia me qenë si mjet për të bashkuar këto dy vende. Kroacinë dhe Kosovën, Po, pikërisht. Si që ka bashkuar biblioteka me vetë projektuesin të dy vende. Ashtu, po. E prandaj mendoj që ka qenë ndoshta edhe ky projekt si një lloj çelëse, se di është rastësi apo ishte rastësi apo e qëllimshme, por dul goxha një punë që unë menaxhova veten që të mbaj edhe kontakte edhe me Kroaci, edhe me Itali, edhe me Kosovë. Si u bë që në bashkëpunim me profesorin e nderuar, Andria Motnjaković, po. Që të punonin këtu drejtim. E njiheshit ju paraprakisht? Jo, e kam njoftuar gjatë doktoraturës time, sepse kjo libër ka qenë kjo libër ka qenë edhe pjesë e tezë e doktoraturës. Prandaj kjo libri është i përditësuar për një libër monografi që e trajton bibliotekën kombëtare ose projektin e bibliotekës kombëtare në dimensione të ndryshme që i ceka paraprakisht. Po pse fokusi tek Prishtina? Jo vetëm tek biblioteka, tek Prishtina. Po ishte interesant sepse në aspektin shkencor, pa më radh pimuj se. Po. Në aspektin shkencor, jo, s'është problem. Në aspektin shkencor, në aspektin arkitektonik dhe urban, Prishtina është shumë interesant si rast studimor. Që ka më herët ishte nga viteve 60-70 kur ja ka nis moderniteti i Prishtinës. Për italianët ishte shumë interesant faktikisht në atë kohë që i ndërtoheshin domethënë kryeqytetet në atë kohë Novi Zagreb, Nova Prishtina e këto me radhë. Ishte goxha edhe për italianët ishin wow, kjo është një diçka shumë eksperiment me një farë mënyre, qoftë në arkitekturë, qoftë në aspektin urban, që ka rrjedh goxha një hulumtim shumë interesant fund. Prandaj përndryshe Prishtina, siç e thash edhe më herët, është gjithmonë kam qenë emocionalisht i lidhur, por ashtu, sepse prindrit i kam nga këtu, prandaj është një lidhje e fortë këtë aspekt. Dhe ky libri juaj është promovuar apo jo tek Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kroacisë. Sa ishte rëndësishme ky promovim i këtij libri në këtë stadium më të lartë shkencor të shtetit kroat. Po, më kam ftuar, pasi mbarova doktoraturën. Është shumë interesant sepse edhe vetë akademiku Motnjaković ka qenë prezent në mbrojtjen e tezës time të doktoraturës, që s'kishte ndodhur ndonjëherë në Veneci, që ishte shumë interesant edhe për vetë italianët. Edhe pastaj mora një ftesë që ta publikoj, ta botoj në Akademinë e Shkencave dhe Arteve në Kroaci, që ishte një nder normal për mua. Edhe mendoj që ka marrë kritika të mira, ka marrë komplimente, sepse ishte një hulumtim origjinal në këtë aspekt që nuk është trajtuar akoma në këtë mënyrë, në këto dimensione Biblioteka Kombëtare e Kosovës, projekti i saj, që është nisur nga konceptimi i arkitektit Bashkim Femiu bashk në kolaborim me Andria Motnjaković. Edhe unë kam gjetur shumë mirë veten sepse e kam përdorur si bazë ku unë ligjeroj edhe në Prishtinë, edhe ligjeroj në Milano. Në Milano, po. Po, dhe atje ka ndodhur që unë e kam përdorur këtë hulumtim si bazë sepse unë merrem me Prishtinën edhe në Milano. Edhe këtu, domethënë në aspektin edhe sa mirë që i lidhur ka shumë me Prishtinën. Po dua të kontribuoj që është e mundur ato që e kam marrë jashtë përvojë ndërkombëtare të aplikoj në kontekst lokal, sepse mendoj që kemi nevojë. Se si duket Prishtina, sepse siç e thotë duket interesante edhe për italianët, çfarë zhvillimi këtu apo a jemi në këtë zhvillim në rrugën e duhur apo ka vend për kritika, ka vend për shumë kritika. Hajde tash më thuaj se po flasim hapur. Po, Prishtina mendoj që ka potencial gjigant. Është një qytet që ka potencial aq të madh për të zhvilluar dhe për të krijuar një kryeqytet për me të vërtet një kryeqytet si duhet. Por duhet një drejtim i qartë, duhet një vizion afatgjatë. Kjo është ajo që mendoj që është e rëndësishme. Unë kemi trajtuar, jam munduar, kam tentuar të trajtoj Prishtinën në aspekte si laborator urban, sepse kemi hapësirë të kuptojmë pakës çfarë drejtimi duhet ta marrim, pa e provuar mundëm me ditë, dhe kam trajtuar në aspektin infrastrukturor, në aspektin domethënë jam merr me studentët që kanë prodhuar punime shumë të mendoj edhe cilësore. Qoftë ndërkombëtar, po qoftë edhe këtu lokal, edhe prandaj është
si them, ka qenë edhe një sfidë, sepse Prishtina i ka sfidat, ka gjallë shumë sfida, domethënë kemi atakuar edhe problemin e trafikut, të mobilitetit, se ju e dini Prishtina është goxha në aspektin e infrastrukturës, kemi akoma mungesa, po jemi qytet i ri dhe mendoj që A mund të sanohen me sigurim e tuaj me ligjëratat që i ke edhe karshi studentëve këtu në Prishtinë, këto defekte të kryeqendrës me kalimin e kohës, a mund të sanohen, a mund të evitohen, a mund të bëjë Prishtinën më të mirë në duke, në pamjen, në infrastrukturë, në gjithçka tjetër, jo këtë Prishtinën që shpeshherë të tjerë na thonë është disi një kryeqendër paksa e kaosit kështu, Po. Është faktikisht është një qytet kaotik në këtë rast, po faktikisht ne merremi më shumë me qasje. Ne zbulojmë qasje dhe i hedhim qasjet jashtë, nuk i hedhim zgjedhjet. Se zgjedhjet bën më vonë kur të kuptohen drejtimet e ndryshme apo perspektivat e ndryshme, sepse prandaj e tha Trilin që duhet Prishtina të ketë një drejtim, ha? Po. Duhet të ketë një drejtim të qartë, një vizion për të ardhmen, po ashtu jo vetëm për nesër, për deri sot ose nesër. Duhet të mendojmë edhe për gjeneratat e reja. Duhet të mendojmë që thojnë edhe mbi hundën, sepse ka potencial, domethënë ka të gjitha për me qenë një kryeqytet siç duhet. Por normal, çdo kryeqytet në botë e ka një vizion drejt një që shkojnë, drejt e ka një politik ndoshta ose po ndonjë principet që i ndjekin. Edhe në këtë rast mendoj që në disa raste, jo në të gjitha normal, Prishtina duhet të atakohet në këtë aspekt. Të përmirësohet në këtë drejtim. Po duhet kohë, mendoj që me kalimin e kohës do të zgjidhen problemet, po është proces. Ju ekspertët e këtyre çështjeve në këtë drejtim do të vazhdoni të punoni. Ti do të vazhdosh ta kesh Prishtinën edhe në të ardhmen në projektet e tua, në studimet e tua, Prishtinën. Po vendin e të parëve tua, vendin e prindërve tua. Ashtu. Po shpresoj që do të merrem, është puna pak, duhet edhe pak mbështetje nga vetë, mendoj që nga vetë edhe akademia apo shteti shqiptar ose shteti i Kosovës në këtë rast, dhe mendoj që po, pse jo. Gjithmonë jam i gatshëm për të kontribuoj sa është e mundur për këtë vend. Këto institucione përveç që ligjërone, ju kanë kontaktuar për të kërkuar këtë lloj eksperiencë që keni ju, edhe në kryeqendër, po në përgjithësi në këto institucione të nivelit të lartë. Po, për të një kontributin tuaj, këtë eksperiencën tuaj, karshi Kosovës në përgjithësi. Po, në disa raste isha i kontaktuar, në disa raste kemi bashkëpunuar, që mendoj që është një fillim i mirë, dhe shpresoj që do të vazhdojnë në këtë rast të bashkëpunojmë dhe të kemi një vizion të përbashkët dhe të shëndosh për vendin tonë. Përveç ligjëratave që keni në Prishtinë, e thatë në Milano, në Milano? Po, jam atje si visiting professor, çështu që jam edhe i kyçur edhe në Milano, edhe prapë po ceki që është një eksperiencë jashtëzakonshme dhe jam shumë i kënaqur që po muj atë eksperiencë me sjell edhe në Kosovë. Në Milano dhe në Venedik thatë keni bërë? Venedik kam bërë doktoraturën. Po. Rilind, këto minutat e programit mëngjesit ecin shumë shpejt, apo mua më duket çfarë kemi tjetër për të thënë nëse duhet me thënë. Jo, mendoj që këto ishe kush shpresoj që keni mundësinë edhe me hap librin edhe ta lexoni, pak ta kuptoni pak. Është goxha profesionale, është e fushës arkitekturës. Po, besoj që është e shkruar në mënyrë sepse është edhe shumë ilustrative, prandaj mendoj që mund ta kuptojnë edhe njerëz që nuk janë të fushës, edhe mendoj që e hedh një bazë, ndoshta, për mund ta hedh një bazë mbi si ta shohim qytetin, si të mendojmë për arkitekturën, si të mendojmë për qytetin. Kjo nuk është vetëm për arkitektat. Kjo të gjithë duhet të mendojmë për qytetin, për të mirën e qytetit, për të mirën e arkitekturës. Është shumë interesante është që pikërisht ky projekt i bibliotekës kombëtare ishte çelës për me kuptu një vizion pak më të gjerë, jo vetëm për Prishtinën.
kjo është edhe për të gjitha qytetet tjera. Është mendoj pikërisht për këtë punë është edhe interesant se si mund ta shohim arkitekturën ne sot, edhe si mund ta transmetojmë atë nesër. Kjo është aja pika kyçe që unë mendoj është interesant. Tani për vetë projektuesin e bibliotekës, pak është ky objekti është cilësuar, juve thatë nga gazetarët, Po. Jo objekt shumë i mirë, ndoshta ndër më të shumtuarit në Kosovë apo në botë ose çfarë ka thënë profesori në këtë drejtim? Hajde. Shumë pyetje e mirë. Faktikisht gazetarët e kanë cilësuar si më të shëmtuar, domethënë nuk është e fushës, nuk janë të fushës arkitekturës. Për ata që kanë bërë deklaratë të tilla. Ai ishte shumë i kënaqur sepse po më bëjnë promovim. Në këtë mënyrë unë po promovoj edhe Kosova në farë mënyrë përmes kësaj. Po kjo është esenca sepse në libër estetika është në fund një prodhim i gjithë procesit dhe në fundit nuk është estetika subjektive. Dikush mendon kjo është duket e keqe, dikush e shëmtuar, dikush thotë duket e bukur. Unë mendoj që kjo është edhe subjektive. Prandaj bukuria duhet të cilësohet edhe në kualitete tjera, jo në vetëm në dukje në atë aspekt. Domethënë ka një mbrapa vetes një projektim, një mendim shumë të thellë që është edhe përtej estetikës. Kjo është më rëndësi për me kuptuar. Prandaj ajo është akoma thotë unë jam shumë i kënaqur që akoma komentohet në këtë aspekt sepse unë po hi në radhë edhe me arkitektë të tjerë të mëdhaj në këtë arkitekti është në moshë të shtyrë, Po, ka 96 vjet, besoj. Po është akoma i kthjellë nga mendja. Që është tani edhe këtë dua të përmendi. Ju e lënë pasardhësin e tij. Tash. Si që ceka që më ka vlerësuar publikisht, edhe po ishte nder e madhe sepse kur ta shikon njëri që i ka atë moshë edhe ka luftuar shumë njerëz dhe thotë ti unë po e marr shumë si përgjegjësi tani edhe po ndihem edhe akoma më i matur me një mënyrë kurse s'po du me marrë si titull sepse po duket shumë e rëndë pastaj po sepse ajo është cilësuesi edhe legjendë e arkitekturës kroate. Prandaj është bën përshtypje kjo analizë jote dhe këto përgjigje që marr nga ty në moshën 28 vjeçare, thotë keni doktoruar tani keni 30, po këto përgjigje tua ka të serioze, më duket disi nuk janë sinkron me moshën me këto po është që më bën përshtypje shumë. Ridin Çoçe, shumë faleminderit që ishe pjesë e programit Mëngjesit tonë në RTK Radionim. Suksese në punën tuaj i nderuar, pse jo dhe në tjera projekte kaq të rëndësishme, jo vetëm për Prishtinën sigurisht, por për tërë territorin e Kosovës dhe të botës shqiptare. Do mundohemi Niki, shumë faleminderit për ftesën edhe një herë edhe për mundësinë që të shprehem në këtë mënyrë. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit ty. Rrugtimin në Prishtinë tani, udhëtimin e ke për Kroaci apo? Jo, tani për momentin jam i bazuar jam në Prishtinë, po si bazë kryesore, por normal lëvizjet sa të jemi në botën globale, po lëvizim, shkok puna gjithmonë po na dikton edhe jetën. Prandaj po duhet, nuk është lehtë, po sa je në Prishtinë, sa je në Zagreb, sa je në Milano, sa je në vende të tjera duke ligjëruar, po këtë Varazdinin, darëse arabët aty keni origjinën tek Varazdini disi me shkollën fillore, Po, Varazdini dhe pastaj në Çakovec shkollën e mesme, që është një qytet akoma në man verior. Po, Varazdini është një qytet jashtëzakonshëm. Çfarë thonë ata janë qytetarë të Kroacisë, ata janë aristokratë, këto të tjerë janë të rëndit të dytë. Çfarë thonë, është aristokracia kroate. Prandaj se ka qenë edhe kryeqytet para prakesh, prandaj tash e kemi pak Varazdini ishte jashtëzakonshëm. Unë vetë jam i falendëruar që jam rritur, që kam pasur mundësi më rrit me një qytet, një ambient të tillë. Mendoj që si që thash më dhe më herët, është shumë e rëndësishme se si rritemi, dhe si ai drejtimi aty caktohet. Dhe sa mirë që prindit tuaj kanë kontribuar shumë, Po. Në shkollimin tënd. Po. Ridin Çoçe, faleminderit edhe një herë që ishe pjesë e programit Mëngjesit. Të nderuar miq, do të ndrojmë temën e informacioneve të tjera, zhvillime kulturore dhe sportive, do të jemi deri në fund programit, qëndroni me ne.